Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut azza wa jall. Sa paqja dhe bekimet e tij qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi në takim me tregimin e Jusufit alayhi salatu wassalam, ashtu sikur që e ka përshkruar Allahu azza wa jalla në Kur'an. Dhe kemi thënë që tregimi i Jusufit alayhi salam është i strëmbushur me dobi dhe urësi dhe përvoja të nevojshme për neve, vetëm sqarimi dhe prezantimi i asaj që është nga ky tregim është e mjaftueshme si argument për atë që thash më herët. E mos lasëm kur kemi parasysh, do thotë atë që kemi thënë edhe në fillim, se këtë përvojë, këtë tregim nuk po na e transmeton ndonjë historian i shkallët, as nuk po na transmeton ndonjë bashkëkohanik i Jusufit alayhis salam, as nuk po na transmeton ku e di kush tjetër, ndonjë letrar që me oratorin e tij e transmeton mirë, por po na transmeton dhe po na përcjell Zoti i gjithësisë. Ai i cili me të vërtetë do të thotë e din çka i duhet robëve të tij dhe i duhet edhe e din se në çfarë mënyre dhe me çfarë shprehje dhe me çfarë stacione e përcjell tregimin që neve na duhet. Për këtë arsye do të ndoshta shpeshherë po detyrohem me thon këtë punë dhe me përmend këtë realitet për qëllimin është vëllezër të nderuar që gjatë ndëgjimit të dobive të përcjell këtë ndëgjim një lloj shëntrie, një lloj madhërie, një lloj domethënë madhështie se këtë tregim nuk po na e kallzon kushdo kuft, por po na tregon Zoti i gjithësisë. Dobi që nxjerrin për asaj pastaj të ulemave që mundu me na bënë vetë qartë, po nuk dalin jashtë asaj që Zoti xhallahu ala ka përmendur. Në tregimin e fundit do të thotë ishim me kërcënimin për burgosin e Jusufit alayhi salatu wasalam dhe kemi përmendur se çfarë dobi ne nxjerrim nga kjo. Njerëz të dopt, njerëz të cilët nuk posedojnë fuqinë e argumentit, njerëz të cilët nuk e posedojnë fuqinë e fakteve dhe bindjes, ata pastaj në vend të kësaj fuqie të argumentit mundohen që të intervenojnë me argumentin e fuqisë. Nëse s'ka mundësi me argumentu me fuqinë e argumentit, atëherë veprojmë me argumentin e fuqisë. Besoj që kjo është e qartë. Nëse s'ka mundësi me të bind me fjalët e mia, nga se i kam boshë, i kam thata, atëherë ne përdorim diçka tjetër, që është fuqi, dhunë për me të bindë se unë e kam mirë. Andaj kjo pikërisht ka qenë që ka ndodhur me Jusufin alayhi salatu wasalam. Edhe kjo metodë që e ka përdor kjo grua e pushtetshme autoritative në kohën e Jusufit alayhis salam, nuk është kjo e veçantë, më thonë që kjo ka keq përdor pushtetin ose kjo ka dashur me bukur. Mirë, po kjo traditë e vazhdueshme e të gjithë zullumçarëve gjatë historisë apo. E të gjithë njerëzve do të që nuk e kanë poseduar me vetë fuqinë e argumentit, ata pastaj mundohen do të thotë që me dhunë e me metoda të tjera të ndryshme, po fatkeqësisht të padrejta, që ta bëjnë që mbizotrojë ose nga ndjej mendimi ose qëndrimi i tyre apo. Në qoftë se vetë sa për ilustrim e përmend se kjo nuk është vetëm mendimi i saj, por është metodë që e përdorin njerëz e këtij lloji, e kemi rastin mes faraonit edhe Musa alayhi salatu wassalam. Do të thotë kur është zhvilluar dialogu para se del, do të thotë në mas dialogu mes Musa alayhi salatu wassalam me faraonit, kur i ka thënë faraonit kush është Zoti yt, i ka thënë ky është Zoti jam, e Zoti i baballarët tuaj, ka bit me argumente se ky është Zoti, si ti Zot. Atëri ka thonë, çe ka thonë faraoni? Në qoftë se nuk ndalesh nga kjo, do të burgosi. Ti nëse ki faktet se ti ke drejt, pse automatikisht kërcënon me pushtet? Mos kërcënon me pushtet, por kërcënon me fuqinë e argumentit që e ke jap. Andaj njeriu që kërcënon me pushtet është i dopt. Është i dopt, nuk është i fuqishëm. Qase po ditë i fuqishëm, do të përdorë argumentin e logjikës dhe të mendimit të tij. Jo do të thotë atë të dhunës edhe të pushtetit dhe të autoritetit që e ka. Andaj edhe sot në evrejmë, se e njëjti mentalitet do të thotë mbizotron fatkeqësisht edhe vepron nga ana atyre që nuk e kanë argument e tyre të fuqishëm, po Zoti u ka fuqinë atyre. Atëherë mundon që argumenti i tyre i vetëm të jetë fuqia e tyre, pushteti i tyre, edhe pse ju mungon ajo që është esenciale apo. Në anën tjetër, na muslimanët, edhe pse ndoshta fuqinë nuk e kemi, edhe pse nuk e kemi pushtetin për të realizuar qëllimet dhe për të realizuar ato që na e dimë se është më e mira,
Megjithatë na jemi gjithmonë krenar, nga se e kemi vetë argumentin bindë se na e kena mirë atë. Dhe kjo e bën që gjithmonë një musliman që ndoshta është në pozitë të shikuar si jashtë, me gjithmonë në atë pozitën e dopt, në atë pozitën pa diçka në dorë, mi po sillet më krenar se që ndoshta ka me ushtri pas vetë atë. Sikur që dim nga historia që muslimanët çfarë shembush të kësaj trimnie dhe të kësaj burnie kanë kallëzuar para njerëzve me pushtet domosdoshmë shumë më të madh se që njerëzit kanë pastaj pas tyre. Sidoqoftë, ajo grua u kërcënua se nëse nuk vepron atë çka unë e kërkoj prej tij do ta burgosja. Dhe Jusufi alayhi salam ishte shumë i qartë, dhe ishte shumë i sigurt në ato çka refuzonte, dhe pasi që e luti Allahun azza wa jall që t'i bëj rrugdalën këtë provë, u burgos Jusufi alayhi salatu wassalam. U realizua ajo që ajo grua e kërcënonte Jusufin alayhi salatu wassalam. Andaj për këtu fillojnë dobi që na do të flasim sonte për to. Burgosja reale, futja në burg e Jusufit alayhi salam dhe shfrytëzimi i kësaj sprove për ta shndruar në begati. Nga se me urtësi dhe me maturi dhe me sabër, sprova dhe të lashet shndrohen në dhurata. Ndërsa të kundërtën, me nguti, me panik, me stres, dhuratat shndrohen sprova. Do njëri din për shembull, din që pe asoj që është sprov, është të lashe, me urtësi, me maturi, me bërë dhurata. Por dikush me të mirën që e ka, nga mosnjohuria, nga ngutia, nga shumë sene tjera, din që qatë mirë me shëndru në sprova. Do në pej rahatis, din musliman me i qitë shërë, në të lashe. Dhe dikush din pej të lashes me i qitë musliman në rahatia. Me urtësia. A ne këtë do të sonte do të shojmë se Jusufi alayhi salatu wasallam këtë sprovë të madhe e ka shndruar padyshim në një mundësi të madhe për të bërë punë të mëdha, të cilat punë s'ka pas mundësi me i bë kur ka qenë i lirë atë. Fillimisht burgu i tij atë. Burgu që u burgos me të Jusufi është një sprovë e radhës me të cilën është sprovu Jusufi alayhi salatu wasalam atë. Mirë po, kjo është sprova Allahu xhallahu ala. Kjo është ligji i Allahut në robët e tij atë. Dhe një rob sado që të ngritet lartësive të ka Allahu azza wa jall, devotshmërive kështu me radh, padyshim se rruga e tij drejt ngritjes është e mbushur me rreziqe të ndryshme, me sprova të ndryshme. Dhe sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Do njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët. Kështu që nëse sikur që kemi thënë në dersën e kaluar, nëse burimi i sprovës tënde është stabiliteti në fen tënde, nëse burimi i sprovës tënde është respektimi i urdhit të Allahu xhallahu ala, jo shkelja e tij, atëherë përgëzo se kjo sprovë është ngritje për ty. Allahu xhallahu ala për dashman se ti je ngrit me një shkallë më lart se që je ku më poshtë. Do të thotë nëse për shembull kena mundësi me nda shkallët dhe të Allahut azza xhall në 100 shkallë. Për shembull po them atë. Dhe në çdo shkallë ka një sprovë, ka një telashe e njohur për atë. Nëse në shkallën e 10 apo nuk i mundësi më u sprovu me sprovën e shkallës 15. Sa ajo është lart, do ndush më ngrit në shkallë pastaj më godis sprova. Apo. Dhe ti tash po këmbgul në parimin tënd, ti po këmbgul në fen tonë atë. Dhe si pasoj kësaj këmbgulën në fen tonë, ti s'ke bësh shkelje. Po sprovosh, dije se sprova që duhet të sprovu nuk kishte më ardh, po të kishte më mbet në shkallën që ka qenë më poshtë. Apo? Por ka ardhur si pasojë e ngritjes së ndërtën. Andaj besimtarin këtë përgëzohet. Dhe din se kjo sprovë ka ardhur me ngritje ka Allahu xhallahu ala, qoftë duke fal mëkate, qoftë duke i ngrit shkallët e ka Allahu xhallahu ala kështu më radhë. Andaj të kësaj natyre janë sprovat e pejgamberëve ato. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na pejgamberët sprovohemi 2 fish, më shumë se njerëzit e tjerë ato. Andaj dhe smundja e tij ka qenë 2 fish më shumë se smundja e tjerëve. E kështu më radhë. Gjithashtu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, ka njerëz tek Allahu xhallahu ala që Zoti për ta ka përgatit shkallë të larta në xhenet, e që veprat e tij, veprat e këtij personi ose të këtyre njerëzve janë të mangëta për të arritur këtë pozitë. Atëherë Zoti xhallahu ala u ndihmon që me arrit atë shkallë me sprova. Do të ndëmë ta ngjit dorën për me çun alta. Dhe ne nuk i dëshojmë sprovat. Dhe ne nuk i kërkojmë ato, do të kërkuar nga Allahu xhallahu të na ruan, të na bron.
por nëse vinë si pasojë e fesë tonë, si pasojë e stabilitetit tonë fen Allahut azza xal, atë besimtari e përgëzon vetën e tij se Zoti xhallahu ala po i ndihmon më ngrit në atë shkallë që nuk kish pas mundësi më ngrit, por mos kishte orkes provoftë. Dhe ndonjë dëshmitar të kësaj ditë ndon të përditshme. Për shembull, sa herë ka ndodhur që në sprov ti ke menuar se është keq, çka ndodhi kështu me radhë, por nëse me ursi ke ditë me menaxhu mas sprov, sa adhurime të shumta kanë ndodhur, apo gjatë asaj sprove të cilat nuk kishin më ndodhur, aty i bindur që nuk kishin më ndodhur, por po të mos kishte orkes provoftë. Për këtë arsye, ulemat kanë thonë se çdo sprov që i vjen besimtarit nga kjo derë, nga dera e nështrimit dhe përujës nga Allahu xhallahu ala, edhe nëse është nga dera mëkateve, është për afërt me këtë aftë. Por po flas për atë që sprovohet në fenë e tij, për shkak të fesë së tij. Dietarët kanë thënë se çdo sprovë që të vjen në besimtar, mos u merr me sprovën, por kuptoje si mundësi dhe shans që Allahu ta ka dërguar për me adhuru Allahun xhallahu xhelaluhu. Ti për shembull je në punë, ti në punë je ti të fitu padyshim, je në punë, po dikush do me ta ngjit dorën apo. Do me të ndihmu që me fitu dy fish rrugën apo. Apo çka të thotë apo? Thotë çore, mas orarit punës apo mas orarit punës, punoj një 2 orë ta dy fish rrugën apo. Sa i me shikuar nga aspekti jashtëm, me punu 8 orë po lëndë edhe një 2 orë 10 apo ne ku marr, mirë po besimtar nuk e kqyr shtimin e orëve. Nga se e din argati ku na po bëhet apo. Nuk është argati njerëzve të thjeshtë, po bëhet argati Allahut azza wa xal, i cili po ja shtyn orën e punës, apo për t'ia shumëfishuar shpërblimin e rrugës në fund të muajit apo. Pa e shans, po të hap Allahu shans, ndash, mos dash e çim dikun tjetër apo. Kush e refuzon këtë ofertë pi Allahut azza wa xal? Na nuk e kërkojmë, nga se nuk dim çka ka atë pako, por nëse Zoti e ofron dhe na e sjell, na e dërgon, si pasojë thash, e qëndrimit tonë në fenë Allahu xhallahu ala, andaj atë na e kuptojmë këtë si mundësi të përulës tek Allahu xhallahu ala. Nga se ti e din shumë mirë se çysh është zemra jote kur je rahat për ta lutur Allahun xhallahu ala, edhe çysh është zemra jote dhe përkushtimi yt me zemrën tënde Allahu xhallahu ala kur je në sprovë. Çysh e lut njëri Allahun kur është në zor? Po Allah e lutje që nuk e din ka i vjen ato shprehje, nuk e din ka i vjen ato lat, nuk e din ka i vjen ai ndjen, nuk i din. Ndoshta për shkak që asë ndjeni Allah të shënë gjenet aftën. Po mos është e kjo sprov, nuk isha as me shiju ëmbëlsinë e këtë ndjeni kurën aftën. Andaj qenë Allah u sprovën për me ngrit një dërejgje, jo për me të ullë. Andaj nuk duhet besimtari kur me ra, do të thotë si prej e vezvezës shejtanit që Allah nuk po do të ka sprovu. Me konë ti i mirë ta kishë lutën me shku këto. Me konë ti i mirë ta kishë jap Allah këto. Me konë ti i mirë, kështu ja mos bëj kështu aftën. Mos e mat me dunja kur, mat me ahiret. Këshiret me Allahun shiki raportet. Nëse me namaz je mirë, me moral je mirë, me sjellje je mirë, me ilm je mirë, edhe pse po them gjithmonë ka vend për me mush, po ti e mat me kët. Dhe pastaj të vjen sprova, kuptoje si ndim, dhurat pe Allahu xhallahu për me ngrit, për gëzim i besimtarit apo. Nga se ky është ligji i Allahut azza xal. Me qenë që nëse nuk është kështu siç po them, atëherë çysh ka mundësi me e kuptuar sprovën e Jusufit alayhis salam. Çysh ka mundësi me kuptuar sprovën e pejgamberit alayhis salam. Nuk ka pejgamber nuk ka sprovu. Çysh e kuptojnë pas tek sprovë. Dhe sikur që është përmendur në raste të tjera, Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an ku na shpalos historinë e pejgamberëve, ku na shpalos tregimet e tyre, Allahu xhalla ora e shpalos vetëm periudhën e sprovave aftën. Në momentin kur pejgamberët dalin pe sprove, përfundon tregimin Kur'an aftën. Për shembull, e ki Nuhin alayhi salatu wasalam, 950 vjet përmend Allahu në Kur'an gjithmonë 950 telashe me popullin e vet. Sprova, davet, përpjekje me thirr, refuzata 950 vjet kësi prezantimi kin Kur'an apo. Në momentin kur përfundon kjo, apo kur shkatërrohet populli i tij dhe stabilizohet Nuhi në kodrën xhudi, rahat tash, s'ka më mushrikin, s'ka më probleme, nuk ka më telashe. Tash është një shoqëri që të respektuam, a ka mas si saj diçka që kallzon çka në Nuhi? Nuk ka. S'kallzon më Allah, nuk ka më interesant me ta kallzuar rahatin e tij apo. A çështo? Edhe për çdo pejgamber atë. Merr Hudin alayhis salam. Çka din ti për Hudin, mas që Allah e ka shkatruar popullin e vet? Kur gjëzin? Çka din ti për Shuaibin, mas që Allah e ka shkatruar popullin e vet? Nuk din kur gjë. Ka thënë Allahu xhelal dhe çto? Dhe të mor fund. Tash ti kjo punë, kjo është pjesë tjetër. Që çdo njeri e menaxhon dhe e kupton dhe do të atë aspekt të rahatis në aspektin e vet individual atë. Andaj njerëzit duhet që me pa se sprova ka qenë pjesë e pandashme e jetës atyre që kanë qenë para nesh apo. Çka është interesante me kuptua apo? Që besimtarët me kuptu se kur sprovan
nuk do të thotë që nuk dën. Se normalisht me tar shneta, me tar aty është normal që ne ndi se i pas ka punë me Allah. Kjo është normal. Apo andaj këtë aspekt s'ka dorë me ka zonë Allah njerëzve se pejgamberi konë gjithashtu për të më bën se a do të ditë që ti je mirë po që edhe pejgamberi alsom ka pasur që ka çpare ose ka pasur pozitë ose konë shtorat me të kuptuar që ti je mirë kështu. S'ka pru kësi sana, se njerëz nga natyrshmëria të kështu e kuptojnë atë. Po njerëz zakonisht keq kuptojnë sprovën se kjo është një shkputje e raportit me Allahun xhallahu ala. Andaj gjithmonë Allah ka prezantuar anën e pejgamberëve të sprovave për të na ngushtuar neve se kur sprovohesh do të thotë si pasojë e stabilitetit të në rrugën e Allahut, si pasojë e thirrjes në rrugën e Allahut xhallahu ala, kjo është se ti duke u bashkangjit në karavani të pejgamberëve të njerëzve të mirë që nuk do të kishe mundësi të u bashkangjitesh po mos ishe ka sprovë. Nuk do të kishe mundësi ta lutesh Allahun xhallahu ala po mos ishe ka sprovë. Nuk do të kishe mundësi që ta thirrësh Allahun xhallahu ti për ulësh ti për kushtosh atij, po mos ishte kjo ndjenjë aftë. Andaj kjo ndjenjë vllazni, kur buron nga zemra e pabesimtarit i çel dytë e qiellit apo. E çka flasim për zemrën e pabesimtarit? Allahu xhallahu amman yujibul mutarra idha daa. A nuk është Allahu ai që i përgjigjet nevojtarit kur e thirr? S'ka thon besimtarit, devotshmit, nevojtar. Ulemat kanë thon këtu përfshihet i devotshmi, pa devotshmi, mëkatari, pa besimtari. Gjasë kulenanie, kufarën ata mushrikin. Por ndjenja që del pe kësaj, çka është e fuqishme, ndjenja e nevojës për Allahun xhallahu ala, saqë ajo vendos për përgjigje, e jo historia më hershme apo. Që sa është e fortë kjo. Që ki mundësi me komplet gjunohë apëtën. Apo, pa këtë ndjenë, kër i qërë durët, ku me ta apëtën? Haram kjo nuk vjen apëtën. Mirë po, subhanallah, po thuj se ndjene që del, kër je nevojtar, apo, e mbulan mëkatin, e mbulan historit kalume apëtën, edhe nuk shkën Allahu që akomrena, po shikën ato që ka është përjashtë dhe që e buhet vendimtare, për të përgjith duaja aty apëtën. Qësa, kjo nëse del për besimtarit, e qëka të mrenë së del për diku që ka zemë me të uhid, apëtën. Pa dhe sprova, vllazni, është mundësi dhe shans për të adhuruar Allahun xhallahu ala, për të përjetuar adhurimin, për të përjetuar përkushtimin ndaj tij, të cilën me të vërtetë nuk i mundësi me ndi, nëse nuk do të vinte kjo aftë. Me tërë këtë po them, na nuk duhet me kërku sprovë. Nuk duhet mund dikush jo Allah sprovëm që të ndiqesh me të lut. Ja. Po si ka thënë pejgamberi sa thon. La tatamannu liqa al-adu. Mos gaboni me kërku takimin me armikun. Ja. Mirë po nuk takofshi, fathbutu. Të atë tregoni burra dhe përqendroni aftë. Andaj na nuk e kërkojmë sprovën, por nëse na vjen, na dim si të menaxhojmë atë. Na dim si ta kuptojmë atë. Që kjo është e rëndësishme aftë. Nga se kjo është një traditë, një sunet i Allahut Azza wa Jall, në robët e tij të mirë, nuk është përjashtuar nga kjo askush, nuk i mundsi as i më përjashtuar. Mirë po Allahu është ai që zgjedh pastaj çysh e sprovon robën e vet apo. S'mundi me zgjedh i Arab, sprovon si Hudin, e mos sprovon si Yusufin. Sprovon si Yusufin, po jo si Salihun, jo kështu apo. Allahu është ai që zgjedh që sprovon dhe dije se sprova që ai ta çon ty është e mbushur me urtësi. Andaj vallahi ti e vren, edhe të përditshme aftën. Konform njerëzve ju vjen sprova aftën. Do një ndër sprova që ti thosh, vallahi zdia veç më pa ramu, çfarë ti e kupton? Po ne ta çon ty Allahu xhallahu ala që ai ti thotë që veç ai po bën sabër sonë çka bëu. Allahu din edhe sprovon ku ti ja çon çfarë ja çon aftën. Por ajo që është rëndësishme për ne vëllezër që na ta kuptojmë se kjo është një ligj i Allahut Azza wa Jall që na duhet ta kuptojmë shumë normal dhe të dimë se si të dalim prej këtyre krizave dhe si të menaxhojmë me to. Andaj Yusufi asom ka him burg. Të kesh him burg si pasojë e zinas, çfarë do bie kështu pas këtu? Kur fare? Po normal që burgozën kur bën amoralitet apo. Mirë po, të refuzon amoralitetin dhe të shfaqet pafajësia e tij qartas në mesin e shumë njerëzve dhe pastaj të burgoset, pa kur farfaj, a nuk është ngushtim për tyja? Që pa kur farfaj shahesh, pa kur farfaj dëbosh, pa kur farfaj nuk pranohesh në punë, në shkollë, a nuk është ngushtim për tyja? Pa dyshim se po apëtë. Andaj për këtë arsye na fiton e peksajnë apëtë. Tete e radhës që e nxirën peksajnë vllazni se kjo sprov e radhës që e ka godit Yusufin alayhissalam, e ka përmbyll Yusufi me këtë, me të vërtet, e ka përmbyll me këtë kuptimin e sabrit. Nga se sabër sa lloje është? A është 3 lloje. Sabër në fatkeqësi. Sabër në respektimin e urdhnit dhe sabër në largimin nga ndaluara apo. Me këtë e ka përmbyllur Yusufi alayhis salam. Do ka bëu sabër në fatkeqësi kur e kanë ndapi familjes tij. Sabër në fatkeqësi kur e kanë shit. Apo në urdhnat e Allahu xhallahu ala ka bëu sabër. Nga se urdhën ka qenë i Allahu xhallahu ala që ai mos bjen zina apëta. Kër e kanë thirë, apo ka bo sabër dhe këtyre thirëve.
Dhe ka bërë sabër në këndalisë Allahu xhallahu ala. Pasat është edhe në burg, gjithë kjo rrugë e gjatë e Jusufit alayhis salam, edhe në burg, apo dëgjoni këtë me vëmendje prapë. Gjithë kjo rrugë e gjatë e këtij sabri Jusufit alayhis salam duhet gjithmonë të përmendet dhe të llogaritet së bashku me pushtetin që e ka arritur atij javën. Ka shumë njerëz kur argumentojnë për pushtetin e Jusufit alayhis salam, thonë ky ka qenë pjesë në një pushteti pabesimtar, ky ka qenë ministër diku, ka qenë diçka. Është e vërtetë. Mirë, po këtë arritje të Jusufit mos e shkput nga rruga e tij, për ta kuptuar drejt çu bëhet me kon atje pastaj. Jusufi alayhis salam nuk është bë autoritetin pushtet duke shkel në parime, duke shkel në moral, duke shkel. Ja, rruga e tij atë ka qenë me burg, me ndjekje, me akuza, me sabër, çati ka qenë. Nëse me çasinjeri aftën, pranosh edhe bosh dikun, hen aftën. Çi kjo është me kuptuar aftën. Andaj shumë normale aftën, sikur se ka Allahu xhallahu ala aftën. Apo o ja'alna minhum a'imma. Pëtëne këna po, do më thonë, udheca, prisa, kur? Lemma sabaru, pasi kanë bo sabër, wa kanu bi ayatina yuqinuna, dhe kanë qenë të bindur në argumentet tona, kanë qenë të bindur në metodën që kanë ndjek, kanë qenë të bindur në faktet e tyne, s'kanë qenë të luhatshëm, s'kanë qenë të dyshimt, s'kanë pas vezvese. Kush këtë rrugë ndjek, e bën Allahu presa. Dhe sa mungon për këtyre dy fakteve, për këtyre dy bazave, nga sabri dhe bindja, çaj ka më të mungu edhe pushteti që kemi marr ose kam u vanu aftën. Ose s'kemi arrit hiç, po kam u vanu për shkak se ki mungesën sabër dhe bindje, ose nëse vjen ka më koni mangt, çaj sa ka pas mungesën sabër edhe bindje aftën. Andaj është e vërtetë se ai se më vonë ka qenë pjesë e një qeverie, e një pushteti që s'ka besuar Allahun xhela xhelalu aftën dhe ka menaxhuar me depot. Këtë është e vërtetë. Mirë, po pa i në detalet e këtij problematikë, nga se s'kemi të bëjmë me të një herë, vjen atje. Por po du më thonë që nuk guxojmë që ta shkputim të arritjen e tij nga sprovat e tij. Ja. Për këtë arsye po them që edhe ka njerë pikson nxirr me çka vllaz njëpër. Nga kur do të marrni mendim në dietare, do më argumentoj me diçka aftën. Mos e merr fundin e tij, por shikoj rrethonat kur e ka thonë, shikoj kur çush e ka thonë, pse e ka thonë. Gjitha këto ndikojnë pastaj në rezultatin final të atij aftën. Nga e disa marrin guxim, për shembull, një pi ulemave për dietare ka gabu, çush ka thonë kështu, çush ka bëu kështu aftën. Pse? Pse e shkput qëndrimin e tij për gjitha rrjedhave që janë zhvilluar në kohën kur ai ka dhënë atë mendim aftën. Ka dalë. Merë këtë rrethonën përgjithshme. Gjitha rrethon merr aftën. Apo duke ja bashkangjit edhe qëndrimin e tij që ka bëu. E pastaj këshir çush e kishte bëu ti me konçat vend. A më duke shkput, rrin rahat të shtëpia vet, kur kurse njek, a kurse ngus, a kur kurse vet dhe fillon me këshir. Ky alem që të vën e ka qelluar, se ka qelluar. Ky alem këta ka marrë në burnor, ka marrë në burnor. Ka dalë vëllai. Merë parasysh përresin që e ka pas, kong që e ka pas, gjitha këto rrethona, pastaj gjykapën. Edhe te Jusufi alayhis salam. Nëse ti me tona, kimu shit, e kimë kon shërptor, e kimu thirr me bozina, kimë thon jo, aptane, kimu burgosën, burg kimë heke, kimë nejt 20 vjet në burg minimumi aptan. 20 vjet kanë në burg aptan. Tani kush të garanton, buakia s'kimë pa kur ditë me sy aptan. Gjitha këto duhet marr parasysh për ta arsyetuar pastaj pse Jusufi ka qenë pjesë në pushtetin pse ka marr pjesë në atë kuatja. Mi po të shkputet, dhe të mirë veç e pjesë, apo që na të përtojmë në rrugë tjetër, jo si Jusuf e sëmë, në rrugë të skeres parimeve, të ngjyrosjeve të ndryshme, të asaj, dhe kur mrim të kuskryqi, themi edhe Jusufi që kështu e ka bo, pëtën. Jo, vla jam, Jusufi se ka bo kështot, Jusufi ka bo këtë ndryshme, pëtën. E pse Allah e ka qua atje pastaj, këto Jusufi se ka lipa, pëtën. Jusufi alayhis salam, kur ka thonë s'po du me bo zina, e ka bo me qëllim që kjo është politik, më bo nesër dikushi? Ja. Jo vallaj, ka thonë s'du me bo se Allahu nuk dënë, çka bëhet më soi s'ka më në dorë. E jam është me rujt ato çka Zoti ka lypë me japën. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të thotë është zbardh për shkak të jetës surën Hud, fastaqim kama umirt. Përshëndon rrugën e Allahut që Allahu të ka urdhëruar. Çka kjo është mjeshtria që Zoti xhallahu na furnizoft dhe na mësoft çu me jetën këtë rrugë. Qase më të vërtet kanë thirrjet e jashtë me dëshira për të bërë diçka, ka mos njëri me nxjerr nga parimi i tij. Ka mos njerëzim dobtim. Por duhet që gjithmonë duke u frymzuar nga Kurani të dimë se cila është rruga jon përmes përpara. Andaj Jusufi alayhis salam s'ka him burg, bën që me thonë që çore burgu është rrugë për të pushtetit. Jo vallapta. Ai ka him burg për shkak se nuk ka pas të rrugdalë vllapta. Ja me bu haram, me një zina, ja me him burg. Çfarë të rrugdalë ka pas? E ka zgjedh ato që
padyshim ka qenë e ndërtuar në ato që ka Zoti xhallahu ala don ato. Dhe për këtë arsye edhe është fut në burg Yusufi alayhi salatu wasalam. Për këtë arsye kjo është shumë pikë në që na duhet ta kuptojmë ato. Këta e radhës do bija vllazni, e radhës nga ky tregim, domthonë nga flas për ajetet domthonë të surës Yusuf 36 deri tek ajetet 42 ato. Edhe pse nuk do të kemi mundësi të marrim të gjitha, po veç po flas për aspektin e burgut dhe ato që është zhvilluar në burg. E pastaj për ato ëndrrën për Davetin do të bëjmë për padyshim në dersën e ardhshëm me lenin Allahu azza wa jall. Tjetër çka është vllazni apo? Që do ta nxjerrim pikë kësaj. Yusufi alayhi salatu wasalam është provë të madhe apo. Para mendo domon, njëri pa bab, pa vllazni, pa përkrahje. Tash edhe dikush po do me keq përdor moralisht apo s'po don, pe gjuajin si kur gjë heq në burg, a nuk është kjo rona? A nuk është kjo rona? Dikush pe neve për shembull apo. Mi u bë 5% që ka bëu Yusufit apo. Çka ka shumë më bon apo? E para çka ka shumë më bon? E para sigurt apo me përjashtimet me respekt apo po flas duke shti edhe vetën tonë në gjatë apo. E para që ka shumë bo, apëton, fillimisht, apëmarësh, nuk shumë lon fjallë të zezë, të shajtme, apëton, pse ju edhe qitë e pifeja, apëton, të atyrin që në kanë shni burg, apëton. Po këta me konë musliman, së në e bojnë këtë punë, apëton. Apo, të njerë zakonisht, apëton, shpallin tjertë pa besimtar, bidaci, diçka, kur në kurën e tyne, provohet e keqe e dikujt, apëton. Për njësa është rahat për ti, ja, se ke kuptu ti këta ka dale, ti se merë është të qka është, apo, kur vetë sosit për ti, ta i dhët, o duh mja bo që është, po ti ka pas do para ti që ka unë që o duh mja bo që është, pëse së të ishte dhe që është, a duhet mu provu, do në zullumi i dikuj, në kurën tëne, me kuptu qëfar është dikushja? Yusufi alësam s'ka i, ose dikush do njerëz, nuk, Yusufi ka qenë tërë dë burgut, nuk e ka shuaj tërë në burgut, nuk ka thënë Allah i vrap kush na i shkimi dritat, e Zoti i shkatrov këta. S'u marr më këtë punë, nga se kjo është në realitet apo që ka ndodhur dhe këto fyrje, këto sharje, këto akuza nuk ndryshojnë realitetin, na ndrojnë diçka. Kurrë nuk e ndrojnë. Atëra e ka kuptuar se është përballë në realitetin, s'ka mundësi më ndryshu. Çka do të më bëhet tash apo? Duhet me përdorni mjeshti që se kanë fillim të shoqëruar me urtësi, të shoqëruar me maturi dhe me dijen që ka pas Yusuf Alsam, që tash këtë vend unë duhet me përdor për diçka të mirë apo. E çka ka thonë? Sa kam qenë pallat s'ka mujtë me bo davet apo. Ka qenë shëptor, apo kush e ka nguatur për davet apo. Andaj dikush ka mundësi me thonë, pse Yusuf Alsam në pallat s'ka bo davet? Na kemi këtu në Kurin burg, apo ju ka bo davet thirrje shokëve të burgut. Pse s'ju ka bo davet atje? Pse s'ka argument përmendur në Kur'an se sa ka qenë në pallat s'ka bo davet apo. Pse? Pse vllazni apo? Nga se edhe në burg e ka përdorur të njëjtin metodë sikur të pallatit apo. Dhe në momentin kur ka ardhur mundësia, pastaj e ka ndryshuar metodën apo. Cila ka qenë metoda e Yusufit të davës? Metoda e Yusufit të davës ka qenë metoda praktike, me shembull, pagoj. Burri mirë, i sjellshëm, unë sprekun haram, sprekun den e tij, me shembull. Prandaj ata kur kanë ardhur mi komentuan Yusufit, sa çka ka thonë? Inna naraka min al-muhsinin. Na po shohim që ke fal burri mirë ti më. Se në burg ka pas plot njerëz. Pekata e kanë ditë që ky është pejgamber e ky dinon, s'e kanë ditë. Po kanë pa undra çuditshme dhe kanë kthyer kënd të në burg më e vesëm. Kërkon që ky është para undra, për to që ta vet apo. Andaj që kjo është edhe që na vazhdimisht po insistojmë apo. Na ndoshta s'ka mundësi me kon më të pasunit, më të pushtetshmit, më autoritativ, më të ngjos. Buakes, pse jo? Me kon pse jo? Po na s'ka mundësi këtë me kon apo. Mi po kanë mundësi këtë me kon shembull i mirë i moralit. A kanë mundësi? A kanë mundësi që kon çore, këta janë kështu te, këta janë kështu te, gjithçka më thon. Po për moral, për devotshmëri, ja pja dorën apo. A kanë mundësi të na më bëu ato? Ki mundësi të më bëu? Për sjellje, për durim. Ja, s'ka kush që u kalon këtë rrugë. A mund të më bëu ato? Ç'të mund të më bëu ato? Ande ka pas aty në burg, tu në farin interesi ka apo? Apo pse aty në burg edhe rrehen? Pse s'ukon pal e ndonjë bandë në burg Yusuf Alsam? Ai për të punë se kanë shtiat në llogari korruptë. Leze ky. Ama kur u kon puna për punë serioze, ton komentim të ëndrave për devotshmëri, pse ata e kanë ditë, unë i kam thënë ditën e parë, ajo ka qenë kohë e njohur për komentimin e ëndrave. Apo çka ka qenë mugjizja asaj kohe. Andaj kanë ditë se nuk ka mundësi me komentu pos ai që është i ngritur atë. Kur kanë pa në burg kanë që ky ka mundësi me koncept. Andaj Yusuf esëm ka bëu davet vazhdimisht me sjelljet e tij vllazni atë. Pa pasur me çel gojën atë. Në momentin kur ka rasti e ka çel gojën atë.
duke e shfrytzuar mejdanin që në esencë është mejdan i sprovës. Në esencë nuk ka vend i davetit. Në burg nuk ka vend ligjëratash atje. Aja të e ka shndruar. Për ta kuptuar se na si musliman do thotë çfarë duhet me bëj. Na duhet që me të vërtet ta dim se si ta shndrojmë sprovën në dobi. Shfyrjet, akuzat, sharjet, s'kryjm punë këto. Mo çu shaj gjithë ditën kush ngon ty apo. Mirë, po duhet që na me qit mirë. Që kjo na u ka bë tash me gjithë metoda të urta dhe produktive, sa të me të vërtet na çojnë deri tek shërimi i problemit apo. Çu si kam thënë pejgamberi sa hapte vetë me bë. Kur ka ardh mu anku do të thotë ai sahabia e njohur tek pejgamberi sa pas provat e ka kallzu shpinën plot varr. Çe ka bërë? A ka mësuar me shajt? Ai ka thonë, o këta janë të poshtë rekomditën. O këta janë më, a ka thonë ç'të? Jo, po, ka thonë pa sabër. Ata që kanë para teje edhe më shtirë se ti janë provuar. I ka mësuar i dërguari sa me kon gjithmonë njerëz praktik, real, apo me marr me ato që ka kryen punë. Mi pa akuzat çu tash ti shpallë gjys në Kosovë çafi grapën. Atë kryen punë. Ç'a sa i ti ke bëni punë, po ç'a ke bëu këta? Pa disa njerëz po tham nuk e ushtrojnë këtë zanat, wallahi veç kur ata djegën ata. Në ndim raste plot ata. Për shembull, ka njëre dikush thot apo, pse si keni punë mirë me qita, pse ç'është, apo mundosh më ka thosë më rresh apo. I vjen i sprov për ti apo. Thot pa ishi kështu, pa ta ishin kështu. E tash ka dalë apo. Tash ka dalë. Pse veç kur po të prej këty, ko ka qeshtu, e pa të prej këty s'ka ka qeshtu apo. Andaj vlerësimi i njerëzve vllaznia apo duhet të jetë ndërtuar në baza fetare, jo në baza të interesit ton personal. Nëse oni kam punë mirë me ta, ky është i mirë. Kur prishën me ta, ky është i keq apo. Ja apo. Ja do të më kthyer. Pavarësisht a është i mirë me mua, është i keq me dikon, apo keq me mua, dikon mirë me ta, ajo që duhet vazhdimisht me na udhëheq në gjykimin e njerëzve është rregulli fetar, jo interesi personal. Jo interesi personal. Ky është bidaçi. Pse s'ma ka kryer këtë punë? E ky është sunni, se ky i iman musliman valla. Ja Allah, këtu nuk matën. Kush ka thënë se kjo kriter? Andaj për gjykimin dhe akuzimin e njerëzve ka kritere që ulemat i kanë përmend. Ka rregulla kur dikush del pe feje edhe kur dikush hin fe. Andaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar se ka më pas pushtetar tek muslimanët që kanë mirrën gërbaç në shpinë. E kanë mirësinë në burg, e kanë marrë këtë pasuninë edhe ka dhënë nganje për ta. Çu ka dhënë për mëson? S'ka thonë që shpallë një kufar. Po ka thonë në të bërë qëka dhe më të vogël, që në qofë se këtë e okurin, po qëta e bojnë një kufar. Andaj gjykimi për njerëz, apo qëka janë, fyri atyre, akuza atyre, nuk duhet ndërtuar në basë aso që ka në bojnë neve, po në basë aso që ka i bojnë fesë. A kuptut? Haxhaxhi, a ka zullum qarë? A i veç një zullum që ka bojnë mi aftën më mbledh këtë sot, aftën ata që janë, aftën me bojnë sunë bojnë që ka bojnë aftën. Veç që ka vrasë Ibn Xhuberin balle ka krem apo. Megjithatë shumica dërmuese ulemave apo, do të thonë pakit shumë e vogël. Shumica dërmuese ulemave thonë se musliman është apo. Haxhaxhi. Po ka të tjerë që se ka prej kërkan hiç. I kanë këso musliman apo. E kuptuat? Andaj nuk shpallet dikush pa besimtar pse i ka shti musliman në burg. E tjetri musliman dhe i mirë pse si ka shti në burg. Jo kështu apo. Ka se zullumi dhe padrejësia, or zullumi dhe padrejësi sa i. Mirë po, s'ka lidhe me besim në dikujt. Lidhe dikun, sa i, ndodhë, mirë po, jo gjithmonë, apëtë. Për arsye, që ka po dëmonë në vlasnjë, apëtë? Po dëmonë që njeriu nuk guxon me gjyku për diken, as me akuzu, as me vlerësu në realitet, kur është në kulm në hidhnimit, apëtë. Zban. Se kurse ka thonë për mësëm, la yaqdi qadi wa huwa ghadban. Nuk guxon me gjyku gjykatësi duke qenë i hidhnum, zban. I ladh, tani kanë ulemat me kon, zban me kon i und. Se vjeni aty dy njerëz, ai meti ka kur dal ku më shku më hongër, hajde më shpejt të kallzojnë çka keni. Ti e ke mirë, hajt, krye. Zban. Me kuni me gjitha këto situata vazhdit. Andaj ky him burg, u koni me fosën, i mushën me zlumin që kanë bë, megjithatë çka ka thonë. Kanë tash është një shans që këta bëjnë burgun me thin fen Allah xhallahu ala. E ka shndruar sprovën mirësi, e ka shndruar sprovën dobi. Ka ditë që më menaxhoj me këtë krizë, andaj kjo ka qenë ajo që na duhet vazhdimisht do të thotë që ta kemi parasysh. Ajo është që të shfrytëzojmë shanse ndryshme për përfituar nga rasti apo. Për këtë arsye edhe kësut ka nga
nga pejgamberi sa nga ashab në raste të ndryshme që na mësojnë se çish duhet, pastaj po kjo dobia e radhës, mas asaj që se ka shëndrimi i sprovës në dobi, dobia e radhës është shuzimi i rastave. Shuzë rastin. Nga njëre, për shembull ndodh që njëri me pas mundësi, nga njëre do çështje madhore të fesë më mësua, shumë madhore. Dhe është nga të njëri të duhur atë. Nuk din më çdo rastin atë. Çile ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hadithi Ukashës, hadithi njërë, apo Imran ibn Husajnit, radiallahu ta'ala anu, që li thot, një ditë doli tek na i dërguari sallallahu alajhi wasallam dhe na tha, do të hinë gjennet nga umet jem 70.000 vetë, bigajri hisab, wala sabiqi adhab. Pa, do të thotë pa, dënim dhe pa llogari. Atëra dul për mëson sahabët u çutin kush është ai çka është atë i njëjor. Duli dërguari sa më tha, humul ladhina la yastarqun. Ata që nuk kërkojnë të bëhet rukje, wala yaktawun, nuk e përdorin ilaçin me zjarr, ilaçin njëon atko, apo wala yatatayarun, as nuk mbështeten në ogurat, në baksuzllëka, në këto njerëz që është njëor ai që atëra, wala rabbihim yatawakkalun, edhe në Allahun aty në mbështeten. Shansë e madhe. Përbëjmë një mundësi, 70.000 vetë në hinë gjenet pa hesab. U që u kashtë, ja Resulallah, do të Allah në të bëmë u pëjtyjnë, shansë, tha në të minë e më. E shuzë rasën, prandaj do thotë, i kam su për mësën që sahabi me shuzë rasën, shuzë rasën, kur ki mundësi me shuzë rasën. Për të fitu, dhe këtë e kuptojmë, në gjda, jo vetëm vende, po edhe në kohra. Vjen Ramazani, tash po vjen muaj Dhul Hijja, po vjen muaj Dhul Hijja, apo? Nuk i mundësi, po a kja me shku në qabe, nuk i mundësi, apo? Qa të me bodash, me nejt? Ja, shuzën rasën, apo? Fita pe ato që ki mundësi maksimisht me fitu, apo? Ki mundësi me fitu, shumë duke nejt këtu. Duke shuzua e 10 dhe parat e muaj Dhul Hijja. Që ka thonë pejgamberi s.a.s. Nuk ka ditë në vjetë që shpërblet vepra ma shtrejt dhe ma shumë, se që shpërblet në 10 ditën e Dhul Hijjës, apo? Kur? Në shansë. Mund me lezu Kur'an sa të dush jashtë Dhul Hijjës, po nuk të paguasin Dhul Hijjë. Me agjeru, me fal namaz, me bo dhikr. Shuzë rast në fal. Andi Jusufi alayhis salam po se i ka arë shansa me kontaktu me këta njerëz, apo me ondër, me çfarë do qoftë, e ka zgjuar se që me u prezantu davën apo. Me po ky prezantimi i davës, vallahi ka qenë i mrekullueshëm që na duhet shumë mësuj ti apo. Qysh e ka shzuar rastin Jusufi alayhis salam për me prezantu davetin e ditë tek këta njerëz apo. Edhe pse kjo do të jetë zgjerimërisht me një ders të posaçëm për shkak kërcisje ka metodat e davës nga surja Jusuf apo. Qysh ka bëu daveti këta. Mi pa që ka do ta kuptojmë se do thotë nuk të vjen gjithmonë rasti me e thirr dikon apo. Nuk vjen gjithmonë rasti me përfitu për dikujt apo. Kur vjen mundësia, shfrytëzoj apo. Çka është porosia nga tregimi Jusufit alayhis salam që na e morën pe kësaj apo. Andaj Jusufi as më thash në këtë rast në burkahi, mi po ka shzuar rastin apo. Edhe për davet, por e ka shzuar rastin edhe me dal pe burgut. Çu e ka shzuar rastin? Kur ato dy kanë pa ondër, e ka bas qartë Jusufi alayhis salam se njoni ka mu varë. Apo? Ai që ka pas në kokë atë me buk që kanë hongër shpezët nga koka e tij apo. Ka hongër ka me dik. Ose humbja harxhimi i bukës është risku. Apo? Dhe si këtë risku s'rran njëri më apo. Kjo është argument se nuk i mundësi me dik pa arrit riskun apo. Mos tët. Po tjetri ka pas shpes, donë se ka me dalë për burgu të e se ka pa, inni erani asiru khamra. Unë e kom pa, e shtrydhi pëmën për më bo verë. Ka pregaditi alkohol verë. E ka pa se kjo është e se kom e rënu, se kom e shërby dikune që shtopë. E qa e kalon që është rasna? Jo, e ka pa se kjo të është kom e dalë për jashtë. Edhe këtë më shku të një që është me i malë se që i ka shtim burga. I ka thonë, udhkur një ndë rabbi. Kur dish, përmenëm të i zotë njëjtë atjepë. Vishtu që është një që ti pa drejta. Kjo që e ka përmenë Jusufi asam nuk është këndërshim me të vëkullë në vlasnjepë. Ka disa për më fësirime fatkecisht, gabimirës e kanë bu këtë tefsira. Duke thënë, se për shkak pse e ka përmenë Jusufi alayhis salam, këti njëri përmendëm, ja ka zgatë Allahu burgun. Duke harruaj kur ka dalë me përmenë. Sa është të vërtet kjo? Nga se kush e konteston të vëkullën e tij? Kush e konteston stabilitetin e Jusufit? Nëse edhe ky nuk është mutawakkil, i mbështet edhe kush e mastin apo.
Ma zëtë në sprova që i ka pas ato. Mirë, po ai ka thonë atij me shuzur rasëm, pse jo? Ganë na nuk kena mundësi me kry një punë, kanë një punë të Islamit, nuk ke mundësi me kry me dikon që ka 100% të kusht apo. S'ke mundësi. Të thoshta me konaj me ty, të thoshta me kon shoqënia jote, këtë çka është kjo? Po kanë për shembull apo do me çel në xhami. Apo tash të për me çel në xhami, duhesh pak më shku atij që është përgjegjës, pak më bot, pak më, që nuk është me shupe. Jo, nuk është me shupe aftë. Nga se Jusufi alayhi salatu wasalam, këtu e kemi një mësim vëllazër. Sjellja e mirë, me ato që nuk është i pajtimi me ty në fe, apo nuk është kjo miqësi me te. Larg asaj. Por miqësi është ajo kur të vjen rasti me ka dhënë se ka keq e nuk kallzon atë. Andaj Jusufi alayhi sa i ka dhënë përmend të Zotit, po kur vjen puna e fes, i ka thonë apo e arbabun mutafarriqun khairun am Allahu al-wahid al-qahhar. Ju ka thonë qartas. Kush është më i mirë? A Zoti na të shtuar të numëruar në më të mirë apo Zoti që është i gjithëposhtatshëm? E ka thonë që jeni në shirk jeni ju. Mi po sjellja më e mirë është për të punë tjera apo. Andaj edhe këtu kemi një mësim të rëndësishëm apo. Se kanere për me lidh raporte me dikon që është më i poshtatshëm, më autoritet se ti, sjellja e mirë apo politika që besimtari zhvillon nuk duhet me kon në llogari do të shkelës, me thonë që qyren atoni kena mirë ton po munohem, jo kështu. Jo, kur vjen rasti kallzon kush e ka mirë. Kur vjen rasti kallzon kush e ka mirë atë. Mirë po duhet me pas maturi edhe duhet me pas urësi çush e person këtë besimtar atë. E pse thash kët më detajisht me lenin Allah xhel do të mundohem nga se koha është shumë e shkurt, e s'po kam qef me gut këtë pjesë të rëndësishme çush e ka shpalos davën e tij Jusufi alayhis salam dhe çush e ka shluar rastin që më thon këti kurdish për më në mua atë. Nga interesi për Jusufin ka qenë më shumë dal jashtë se me kom brana në burg apo. Andaj ka zhurosën, që nuk po të japet një shërbim, po të komentoj ëndrën, për ballë të shërbimit të kurdish, më përmend mua atje. Shkëmbim kësi interesash apo me njerëz dhe pa besimtar që nuk prish punë në qoftë se nuk shkelet feja apo. Në qoftë se nuk është llogari që më thon gjitha fetë janë qellore, këtë janë mirë kanë, këtë jo çështu sa i kalla me koni mirë sot. Por kur janë puna e tauhidit i kallzon ku është shirku edhe ku është kufri. E përmend këtë punë. Edhe pse edhe këtë kur ka përmend Jusufi sa me ka përmend në kulmin e urtësisë aftën. Në kulmin e urtësisë. Sigur se thash, do ta mësojmë në dersën e ardhshëm me lenin Allahut azza wa jalla. Andaj do thot për sot po mjaftohemi me këto dobi që i përmana, duke i përmbledhur në këtë rezime të fundit aftën. Sprova nuk është se Allah nuk e don dikën. Po besimtar duhet me ditë çush me urtësi me të kalu kësë provë dhe me kuptu si mesazh nga Allahu xhallahu ala të përkrahjes së tij. Ndoshta nganjëherë më fuqishëm se sa përkrahja me rahati që i vjen atë. E dyta, do që ishim duke folur për të, është që kur të përmendet e arritura e Jusufit alayhi salatu wasalam apo të jetë e shoqëruar dhe të jetë e përmbledhur së bashku me këtë rrugën e tij që ka mbi dia ti apo. Jo është veshur për sa apo. E që përmes rrugës së sabrit, normal, një që kaq bën sabër, dhe një që i jep të gjitha primet e sabrit, është normal që Allah e bën prej sa. Normal e kjo punë. Dhe ai ditë çka e pam, ta shndron sprovën e dobi, apo duke mos shoh, duke mos ofendu, por duke u pajtuar me realitet, tash ç'a më bë? Që kjo është realiteti. Nuk ka mundësi me unë e di që është më mirë, po s'ka mundësi me ndru. Atë të munduam me çetrat që kemi, me punu dhe me bota që është më mirë apo. Tjetra do të thotë që shfrytëzimi i rasteve dhe i mundësive apo. Nuk të vjen gjithmonë raste apo. Wallahi ata që janë bot njohin histori vllaznia apo. Me çfarë lloj shembull apo? S'kam pas ditë për ditë si punë apo. Ja, një herë i vjen rasti dikujt apo. Që më tregu veten çatëre. Bokia mo tani tiki çaf dan po s'vjen më rasti apo. Me fol dikujt më apo nuk vjen gjithmonë apo. Andaj më të mirë shansën kur vjen dhe shfrytëzoje. Që duhet dhe dije se çka duhet me rrit njëri e çka duhet me bë politika apo. Në raporte, interesat përgjithshëm pse jo apo. Po feja duhet me kon gjithmonë e rrutur tek besimtarët apo. Jo duke shkel mi fen në hyp nalt, nga se kështu gjithkush e bën apo. Këtë edhe hajni bëhet ai që jep sadak më shumti. Ai mund mirë 1 milion apo të 100.000 euro me dhon sadak. Sot më shumë 100.000 euro i kam sadak, po i ka hap se 900.000 ka vjedh i ka në xhep. Apo kupton seriozisht vllaznia apo. Kupton seriozisht se kjo ndodh sot, na çështë dim sot me bëu. Edhe shkon e livdon njëri, e din që i ka vjedh, livdon mashallah ky punë më apo njerëz apo. Dhe po domthon që
Ka kjo do të më kuptua apo se shuzimi i rasteve apo dhe bamirësia dhe arritura apo matet me rrugën e fesë. Sa e ka rrugë njëri fen, sa e ka rrugë njëri nderin, sa e ka rrugë njëri moralin. Çaj apo e mbazoj tani mosëm të arritur e tjetër. E po nëse ka shkel ton 10-15, ka lështa apo më. Në njëri për shembull keq përdor pasurinë që ka. E pastaj çarose blin hedije, normal që bën këtë punë vëllai. Normal se ai padhim diçka se vetë atë. Mi po me fitu vet e pastaj më dhon e çatëra burnia. E kuptuat? Që kjo është për Jusufit alayhi salatu wassalam. Nësa metodet e davës, dhe çuçi ka prezantuar këtë davetin apo. Dhe çuçi ka shfrytzuar rastin përmes davës me dalë burgut, do të jetë në dersën e ardhshëm me lejen e Allahut azza wa jall. Thash se nëse kam edhe pak kohë, por kam shumë pak për me e çelë ato që kisha pasur me kon ders të posaçëm apo. Andaj dersi i ardhshëm me lejen e Allahut xhallahu ka të bëjë me metodën e davës nga surja e Jusufit alayhi salatu wasalam, si ka bëu njëri davet në burg apo. Me kaq po japën fund personit Allahu xhallahu shpërbleft. Edin takim nashëm sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathira.